Me qenë se Bajrami po ofron, sot do ju lënë një recetë shumë të shijshme, kadayif me krem e shërbyer në gotë. Si fillim marrim gjalpin dhe e shkrijim, shtojmë kadayifin, e skuqim derisa të marrë ngjyrë të artë. Pastaj në fund shtojmë dhe sheqerin, arrat, i përziejmë mirë dhe e largojmë nga zjarri. Fillojmë përgatitjen e kremit, në një enë vendosim mielin, niseshten, sheqerin, sheqer vanilje, i përzijmë të gjitha dhe i kalojmë mbi zjarr tek qumshti. Përzijmë pa ndërprerë, që të mos na ngjitet masa. Në fund shtojmë dhe gjalpin dhe e largojmë nga zjarri, e lëmë që të ftohet. Pasi të jetë ftohur, shtojmë kremin pana për ëmbëlsira, i rahim me mikser dhe fillojmë t'i vendosim masat në përkota. Në fillim masën me kadayif, pastaj kremin, sipër prap masën me kadayif, e lëm për pak minuta në frigorifer dhe vazhdoni t'i shijani. Ju bëft mirë qofse i provoni.